Përgatitet dhe fleta e 4 e votimit për t'ia dhënë, nga që lodhet i japi dhe i karrige, se ka shumë punë të plotësoj 4 fletë votimi. Pra, ajo është votues profesionist. Lotëson 4 fletë aty, pa ID, pa asgjë. Në vomën e fshet janë 3 persona brenda. Ky bën gati edhe fletën e 5 tani. Ky kriminali këtu. Mbohen të gjithë këta nga Artur Troptini. Dhe banda e tij. Në pranit komisionerve, asnjë nga komisionerët nuk ndjehet. Tani. Dhe hedhja e 1 fletë votimi, 2 fletë votimi. Vazhdon personi tjetër të mbushi fletë e votimit, dikush tjetër i hedh në kutinë e votimit. Theksoj dhe një herë tjetër, akoma nuk ka kaluar as kartën personit i cili votoi. Ja ku hidhen dhe 2 fletët e tjera të votimit. 3 edhe 4. Ky është votimi. Ky është fytyra e vërtetë e votimit të 11 maj. Po, që të gjitha. Që të gjitha janë qendra votimi, me numra të caktuara, disponohen, por për të mos do t'ja uqo. Pra, si të shifni, kreu i organizatës kriminale Edi Rama, kreu i narkoshtetit parë dhe vetëm në Europë, nuk u mjaftua me të gjitha aktet antikushtetuese që normori para ditës votimit, por dhe ditën e votimit ai organizoj një farsë të turpshme, fiktive, kriminale. Të gjitha këto dëshmojnë se është rradha e shqiptarëve t'i dalin zot me çdo kush dhe çdo mjet, lirisë së tyre dhe votës së lirë. Edi Rama përdori çdo gjë për dhunimin e kësaj vote. Ai përdori prokurorinë e tij politike për burgosjen, persekutimin e liderëve të 3 partive kryesore opozitare, vetëm se e din se është i pashpresë dhe ligji do bjeri pa mëshirë mbi të familjarët e tij dhe bandën e tij. E din këtaj. Këtu ne do vazhdojmë
në respekt të shqiptarëve idealist, të shqiptarëve patriot, të shqiptarëve të ndershëm, që besojnë se ardhmja duhet përcaktohet nga qytetarët e lirë me vullnetin e tyre, dhe se pa zgjedhjet lira, pa votë e lirë, të ardhmen në Shqipëri nuk ka dhe nuk mund të ketë. Faleminderit. Doktor, ju po bëni çdo ditë denoncime dhe njëri prej tyre ishte ditën e sotme. Çfarë prisni të arrini me këto denoncime? Qëllimi im kryesor këtu është të faktoj shqiptarëve të gjithë farsën e 11 majt, të faktoj komunitetin ndërkombëtar të gjithë përmasat e kësaj farse. Edi Rama ka normal një fushat të egër, presioni nga nivelet më të larta, mbi vëzhguesit ndërkombëtar në Shqipëri dhe drejtues të tyre. Ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me këto trupa dhe ne u dërgojmë atyre të gjitha. Edi Rama ju ka shtruar një pyetje atyre. Ku i keni ju faktet për ato që keni shkruar? Faktet që ne kemi për 5.000 qendra votimi janë një tërkuzë gjatë mira kilometra po të rrjedhohen njëra pas tjetrës. Por ne kemi gjithashtu synim të kthellojmë shqiptarët, të qartësojmë shqiptarët, të motivojmë shqiptarët, se qeveria teknike dhe zgjedhjet e lira duhet të jenë betejë jonë me të gjithë potencialet. Se terallët, intelektual të lumit, të lidhur me fije të panumërta me krimin e djeshëm dhe krimin e sotëm, me krimin politik të diktaturës e kanë fjalën, dhe me krimin e bandave të sotme, që nga mëngjesi darkë, ku janë dhe kus janë, përpiqen të përligjin farsën e Edi Ramës, përpiqen të mashtrojnë shqiptarët, se fajnë e ka opozita, përpiqen të mashtrojnë shqiptarët, se Edi Rama vori po i fitoi, duke të treguar moralin e kalbur të tyre. Pra, përballë kësaj propagande, të kontrolluar tërësisht nga qeveria dhe të paguar nga qeveria, ne paraqesim çdo ditë fakte, dokumenta, fakte dhe dokumenta që dëshmojnë, u provojnë shqiptarëve se çfarë ndodhi në 11 maj dhe në fushatën elektorale në Shqipëri. Pra, ky është qëllimi ynë, natyrisht. Natyrisht, e gjitha kjo është në funksion të motivimit të fuqishëm shqiptarëve idealistë, të cilët besojnë se lufta për votën e lirë është luftë për dignitetin, është luftë për të ardhshme dhe janë të gatshëm për sakrificat, të gjitha sakrificat që të i kthejnë votën shqiptarëve. Kjo është përgjigjja ime. Duke ju uruar një fundjavë të mbarë,
Të dashur qytetare, duhet t'u informoj se Edi Rama ka urdhëruar media që kontrollon, që i ka bler, që i ka shtruar në veglat të tij, të censurojnë në maksimum të vërtetat, faktet, dokumentat që paraqiten çdo ditë në këtë sallë. Ndaj dhe ju bën thirrje të ndiqni rrjetet sociale në të cilat dora e zezë e censurës tij nuk mund të pengoj për të mësuar këto të vërteta. Faleminderit.